Jetojmë në një kohë ku gjithçka vrapon, lajmet, rrjetet sociale, lajmërimet në telefon, ritmi i punës, angazhimet, pritshmëritë, edhe njerëzit duket sikur ecin më shpejt, flasin më shpejt, reagojnë më shpejt, por brenda gjithë këtij ritmi të shpejtësisë, a ka filluar të na humbas aftësia për të dëgjuar? Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar se sa e rëndësishme është të jemi dëgjues të mirë dhe se si mund të jemi të tillë për miqt, familjen ton, madje edhe për të panjohur ndonjëherë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Dena dhe jam në studio së bashku me Artën. Përshëndetje edhe nga unë. Sot do të flasim për diçka shumë të rëndësishme, diçka që është e rëndësishme për fëmijët, bashkëshortët, miqt dhe gjithë njerëzit që na rrethojnë në jetën e përditshme. Do të flasim për të dëgjuarit ose dëgjimin, jo si një proces fizik, por si një akt emocional. Në epokën e shpejtësisë, dëgjimi është bërë një luks. Ne dëgjojmë shumë, por thellohemi shumë pak. Kemi qindra mesazhe në ditë, audio, njoftime, biseda të shkurtra, por sa herë jemi me të vërtetë të pranishëm? Shpesh ne dëgjojmë për të përgjigjur, jo për të kuptuar. Dëgjojmë duke menduar përgjigjen. Dëgjojmë me një sy në telefon. Dëgjojmë vetëm sipërfaqen, jo emocionin. Dëgjojmë fjalët, por jo zemrën. Në një botë që nxit shpejtësi, dëgjimi kërkon ngadalësim. Dhe kjo është arsyeja pse shumë pak njerëz e bëjnë. Kur gjithçka na vjen në çast, natyrshëm ne fillojmë të kërkojmë gjithçka me urgjencë, përgjigje të shpejta, zgjidhje të menjëhershme, komunikim të shkurtër, emocione të qarta dhe të thjeshtuara. Njerëz që komunikojnë me ritmin ton, jo me ritmin e tyre. Shumë e vërtetë, Arta, por emocionet nuk funksionojnë me këtë ritëm. Dikush mund të ketë nevojë për kohë për të gjetur fjalët. Dikush tjetër mund të flasë ngadalë sepse mban dhimbje brenda. Një person mund të mos gjejë mënyrën që të shprehet menjëherë. Nëse nuk dim të dëgjojmë, nuk do të dim as se si të duam. Dëgjimi është forma më e pastër e pranisë. Në një epokë të zhurmshme, prania është një dhuratë e rrallë. Të dëgjosh është të thuash, unë jam këtu. Unë të dëgjoj sepse je i rëndësishëm. Kjo lloj pranie nuk kërkon shumë fjalë, ajo kërkon heshtje të qëllimshme, sy që nuk shmangen, mendje të qetë, zemër të hapur. Shumë njerëz nuk kanë nevojë për këshilla, por thjesht të ndihen të dëgjuar, dhe kur dikush dëgjohet, ai mund të shërohet pak nga pak. Teknologjia na ka lidhur, por në të vërtetë ajo na ka shkëputur nga thellësia. Ne komunikojmë më shumë se kurrë, por dëgjojmë më pak se kurrë. Rrjetet sociale na kanë mësuar të reagojmë shpejt, të komentojmë menjëherë, të japim mendim pa reflektim, të dëgjojmë përmes filtrave dhe perceptimeve, të shohim vetëm sipërfaqen e jetës së njëri tjetrit, por dëgjimi kërkon thellësi, jo sipërfaqe, kërkon kohë, jo shpejtësi, kërkon zemër, jo algoritëm, kërkon prani, jo lidhje virtuale. Të dëgjuarit nuk është një aftësi që humbet përgjithmonë, por një aftësi që zbehet nga shpejtësia, stresi, shpërqendrimi dhe mungesa e vëmendjes. Lajmi i mirë është se të dëgjuarit mund të mësohet sërish, mund të rikthehet dhe mund të ushqehet. Mjafton vullneti që të ngadalësohemi dhe të jemi me të vërtetë të pranishëm. Ja disa mënyra konkrete dhe të realizueshme se si ne mund të bëhemi dëgjues të mirë. E para, të ndalojmë para se të përgjigjemi. Ritmi i botës na ka mësuar të reagojmë shpejt, por dëgjimi i vërtet kërkon një pauzë të vogël, një hap të brendshëm. Ndalo për një çast dhe pyet veten, ç'po më thot në të vërtetë ky person? Ky ndalim e ul tensionin, e qetëson mendjen dhe e hap zemrën për të dëgjuar. E dyta, të fokusohemi tek emocione, jo vetëm tek fjalët. Shpesh njerëzit nuk e shprehin drejt për drejt atë që ndjejnë. Ata flasin me fraza të shkurtra, me tone, me pauza, me sy. Dëgjimi i vërtet kërkon të vëresh se si ndryshon zëri, si lëviz fytyra, ku ndalet fjala, çfarë heshtjesh mbart. Ndonjëherë fjalit janë të qeta, por zemra e njeriut po flet duke thirrur me zë të lartë. Gjëja e tretë që duhet të bëjmë për të qenë dëgjues të mirë është të heqim shpërqendrimet, sidomos telefonin. Nuk mund ta dëgjojmë dikë me vëmendje, ndërsa kontrollojmë njoftimet, rrëshkasim në ekran ose me mendje jemi diku tjetër. Kur dikush flet, pyeteni veten, jam këtu apo jam diku tjetër? Heqja e telefonit më njan është shenjë respekti, është një shenjë që thotë ti meriton vëmendjen time. E katërta, të mos e ndërpresim personin që po flet as me fjalë as me mendime.
Ndërprerja është forma më e shpejtë për të mbyllur zemrën e dikujt. Edhe mendimet tona mund të jenë ndërprerje, sepse shpesh gjatë bisedës ne mendojmë se çfarë të themi, planifikojmë kundër përgjigjen, paragjykojmë apo mbrojmë veten. Dëgjimi i vërtet kërkon të mos e ndërpresim në asnjë mënyrë personin me të cilin po flasim. E pesta, të interesohemi sinqerisht, jo në mënyrë sipërfaqësore. Dëgjimi nuk është pasiv, por është aktiv. Ai kërkon pyetje të buta që hapin zemrën. Për shembull, çfarë doje të thoshe me këtë? Si të bëri të ndihesh? Cila ishte pjesa më e vështirë për ty? Si mund të mbështes tani? Pyetjet nuk duhet të jenë hetuese, por një ftesë për të folur. E gjashta, për të qenë dëgjues të mirë duhet të respektojmë ritmin e tjetrit. Disa njerëz flasin shpejt, disa ngadalë, disa hapen me një herë, disa ka nevojë për kohë. Respektimi i ritmit është pjesë e dëgjimit. Dëgjimi nuk thot, fol shpejt se s'kam kohë. Dëgjimi thot, merre kohën që të duhet. Kur japim dikujt kohë, ai na jep zemrën e tij. E shtata, të jemi të durueshëm me heshtjen. Heshtja shpesh është pjesë e fjalës. Shumë njerëz kanë frikë nga heshtja dhe e mbushin me njerë, por heshtja është vendi ku njeriu gjen fjalët, qetësohet, vendosi të hapet dhe jep vetes leje të flasë me sinqeritet. Nëse e ndërpresim heshtjen, e ndërpresim thellësinë. E teta, të dëgjojmë pa u mbrojtur. Kur dikush po shpreh një emocion, një dhimbje apo një kritik, instinkti ynë është të justifikohemi, të mbrojmë veten apo të japim argumente, por këto gjëra e shkatërrojnë dëgjimin. Dëgjimi thot, po dëgjoj çfarë ndjen, jo çfarë po thua për mua. Kjo është maturi emocionale. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për të qenë dëgjues të mirë është të dëgjojmë edhe veten tonë. Shpesh ne nuk dëgjojmë dot të tjerët sepse nuk dëgjojmë veten tonë. Kjo do të thotë se ne nuk dëgjojmë lodhjen, nuk dëgjojmë emocionet që kemi fshehur, nuk dëgjojmë trupin që kërkon pushim, apo nuk dëgjojmë plagët tona që kërkojnë shërim. Sa më shumë të dëgjojmë veten me sinqeritet, aq më shumë mund të dëgjojmë të tjerët me butësi. Pra, të jesh një dëgjues i mirë nuk do të thotë thjesht të dëgjosh fjalët që dikush thot. Dëgjimi i vërtet është një aftësi e rrallë, një cilësi dhe një akt dashurie, respekti dhe pranie. Në një botë ku të gjithë flasin, pak dëgjojnë. Prandaj një dëgjues i mirë bëhet një bekim për çdo marrëdhënie. Dhe pikërisht për këtë arsye Dena, le të vazhdojmë edhe me disa gjëra të tjera që na bëjnë dëgjues të mirë në aspektin emocional. Një dëgjues i mirë nuk merr rolin e gjykatësit. Kjo është diçka që duhet ta ngulisim në mendje. Një dëgjues i mirë nuk mund ta etiketojë një person bazuar tek disa momente dobësie. Ai nuk thot ti je gjithmonë kështu. Një dëgjues i mirë e di se çdo njeri që flet e bën sepse ka nevojë të çlirohet, jo të gjykohet. Dëgjuesi i mirë nuk kërkon të ketë të drejtë. Ai kërkon të kuptojë se çfarë ndjen tjetri. Ai nuk bën pyetje për ta kapur ngushtë dikë, por për t'i hapur zemrën. Nuk thot, po pse e bëre këtë, por si u ndjeve kur ndodhi kjo. Dhe gjithashtu është shumë e rëndësishme arta që një dëgjues i mirë të krijojë një ambient të sigurt emocional. Një dëgjues i mirë nuk tall dhe nuk minimizon dhimbjen e tjetrit. Ai nuk përdor fraza si mos e tepro, të gjithë kalojmë kështu, ose nuk është gjë e madhe. Ai e kupton se dhe gjërat e vogla mund ta rëndojnë një zemër. Kjo është shumë e vërtetë Dena, dhe diçka tjetër e rëndësishme që duhet theksuar është kjo. Një dëgjues i mirë nuk e kthen bisedën tek vetja. Dëgjuesi i mirë nuk thot edhe mua më ka ndodhur kështu. O, pritë të tregoj unë një histori. Ose kjo s'është gjë, të tregoj unë çfarë kam kaluar. Ai fokusohet tek personi që po flet, sepse në ato momente ai është i rëndësishëm. Një dëgjues i mirë e çliron bisedën nga presioni i zgjidhjes. Shumë njerëz duan të japin zgjidhje menjëherë, por një dëgjues i mirë e kupton se njerëzit kanë më shumë nevojë të dëgjohen se sa të rregullohen. Ai pyet, do të jap mendim apo thjesht dëshiron të shprehesh? Kjo është pjekuri emocionale. Të jesh dëgjues i mirë është një aftësi që të bën njeri më të thellë, më të dashur dhe më të lidhur me botën. Është një dhuratë që nuk kërkon arsimim, por kërkon zemër. Nuk kërkon fjalë të mëdha, por prani të vërtetë, sepse në fund njerëzit nuk mbajnë mend gjithmonë se çfarë u kemi thënë ne, por mbajnë mend se si kemi bërë të ndihen kur kanë folur me ne. Jemi rikthyer në studio me kesha të dashura në programin Shpresë për ty. Sot po flasim për të dëgjuarit, jo si dëgjim fizik, por si dëgjim emocional, dhe kemi ndarë me ju disa gjëra që e bëjnë një njeri një dëgjues të mirë. Por a i dini se Perëndia është dëgjuesi më i mirë, ai gjithmonë i dëgjon thirrjet edhe lutjet tona. Në një botë të zhurmshme, ku ritmi është i shpejtë dhe njerëzit flasin më shumë se sa dëgjojnë,
ka një të vërtetë të pandryshueshme. Perëndia është dëgjuesi më i mirë. Ai nuk humbet asnjë fjalë, asnjë pëshërëtim, asnjë lot, asnjë lutje që del nga thellësia e zemrës sonë. Ne mund të jemi të rrethuar nga njerëz e përsëri të mos ndihemi të dëgjuar. Mund të flasim por të mos kuptohemi. Mund të kërkojmë por të mos marrim përgjigjen që kemi nevojë. Por kur i hapim zemrën Perëndis, ne gjejmë dikë që dëgjon gjithmonë, që nuk lodhet, që nuk mërzitet dhe që nuk harron. Psalmi 145 vargu 18 thot: Zoti është pranë gjithë atyre që kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Perëndia na dëgjon edhe kur nuk mund të gjejmë fjalët e duhura. Shpesh ne jemi të hutuar, të lodhur, të lënduar dhe s'kemi fjalë. Të gjithëve na ndodh të ulemi me duar të lidhura dhe zemër të rënduar e të mos dim ç'të themi. Por Perëndia nuk ka nevojë për fjalë të përkryera. Ai dëgjon edhe atë që ne nuk arrijmë ta shqiptojmë. Bibla thot se fryma e shenjtë ndërhyn për ne me pëshërëtima të patregueshme. Kjo do të thotë se edhe kur lutja jonë është e paqartë, e copëzuar, e thyer, ai e kupton. Perëndia dëgjon zërin e zemrës sonë, heshtjen tonë, lotët tanë dhe frikën tonë. Perëndia na dëgjon me durim, pa na ndërprer kurrë. Njerëzit shpesh dëgjojnë gjysmën e bisedës sepse shumë herë ata nuk kanë kohë, por Perëndia nuk dëgjon si ne. Ai nuk nxiton, nuk është i shpërshëndruar, nuk e ka mendjen diku tjetër. Tek Psalmi 116 vargu 2 psalmisti thot: Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës time. Kjo është pamja më e butë e Perëndis. Kujdesi i tij, vëmendja e tij, fakti që ul rreth dhe vargojnë të kohës vetëm për të dëgjuar një njerëz të vetëm që thërret emrin e tij. Çdo herë që flasim me të ai nuk thot kurrë, jam i zënë, prit pak, më vonë. Perëndia është gjithmonë i gatshëm për ta dëgjuar lutjen tonë. Perëndia dëgjon edhe atë që ne fshehim nga të tjerët. Ka gjëra që ne nuk ja themi askujt, fjalë që na vënë në siklet, shenja të dhimbjeve të vjetra, luftë të brendshme që nuk dim si ta shpjegojmë. E ndërsa njeriu sheh pamjen e jashtme, Perëndia sheh zemrën. Psalmi 139 vargu 4 thot: Sepse edhe para se të jetë fjala mbi gojën time, ti o Zot e di atë plotësisht. Dhe kjo nuk duhet të na friksoj, por kundrazi, ajo duhet të na çliroj, sepse të dish që ne kemi një Perëndi që na kupton edhe kur nuk flasim, është diçka që sjell një lloj paqeje dhe qetësie që njeriu nuk mund ta jap kurrë. Perëndia i dëgjon thirrjet tona në momentet më të errta. Ka lutje që lindin nga gëzimi dhe ka lutje që lindin nga dëshpërimi. Lutje dhimbjeje që nuk kanë zë. Bibla është e mbushur me histori njerëzish që i thirrën Perëndis në mes të errësirës së tyre, dhe Perëndia i dëgjoi. Ai e dëgjoi të sharën e Anës kur lutej për një fëmijë. Ai dëgjoi rënkimin e Davidit kur u fsheh në shpellë. Dëgjoi pëshërëtimën e Agarit në shkretë të tir. Ai dëgjoi thirrjen e Pietrit kur po mbytej. Perëndia nuk e harron kurrë thirrjen e dhimbjes. Ai ka një zemër të dhëmshur për njerëzit e plagosur. Psalmi 34 vargu 17 thot: Të drejtët bërtasin edhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Perëndia i dëgjon edhe ato lutje që njerëzit i quajnë të vogla dhe të parëndësishme. Shumë njerëz besojnë se Perëndia dëgjon vetëm lutjet e mëdha, ato të krizave të thella, por ai është një Atë i dashur e i mirë dhe është i interesuar për çdo detaj, për shqetësimet e vogla, për nevojat e ditës, për pasiguritë, për frikrat dhe për dëshirat e zemrës. Tek e para e Pietrit 5:7, Bibla thot: Gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Jo vetëm disa shqetësime, por të gjitha. Perëndia nuk lodhet kurrë nga lutjet tona. Perëndia u përgjigjet lutjeve në kohën e tij, në mënyrën e tij. Dëgjimi i Perëndis nuk është vetëm pasiv. Ai jo thjesht dëgjon, por edhe vepron. Por mënyra se si përgjigjet ai shpesh nuk është siç e imagjinojmë ne. Ai e sheh gjithë panoramën. Ai e di çfarë na dëmton edhe çfarë na shëron. Psalmi 138 vargu 3 thot: Ditën në të cilën të kërkova, ti mu përgjigje dhe rrite fushinë e shpirtit tim. Përgjigja mund të jetë: po, jo, ende jo, kam diçka më të mirë. Disa lutje marrin përgjigje me një herë, disa të tjera kërkojnë një kohë pritjeje. Por një gjë është e sigurt, asnjë lutje nuk humbet në sytë e Perëndis, dhe të gjitha marrin përgjigje në kohën e tij. Por a e dini se është shumë e rëndësishme që në këtë epokë të shpejtësisë edhe ne të dëgjojmë nga Perëndia? Në një botë që vrapon, zëri i Perëndis shpesh është i butë, nuk është dëzhurmë, nuk është forcë, nuk është presion. Ai flet si një fllad, si një përshpëritje, si një paqe që i hyn brenda nesh. Por për ta dëgjuar Perëndin, ne duhet të bëjmë atë që bota nuk bën, të ngadalsojmë. Në epokën e shpejtësisë,
dëgjimi i Perëndis nuk vjen përmes nxitimit të rrëmujës, por përmes qëndrimit dhe qetësisë. Ai na flet në heshtje, në lutje, në fjalën e tij, në ndërgjegje, në paqen që vë brenda zemrës son. Tek Psalmi 46 vargu 10, Bibla thot: "Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi." Kjo është ftesa e tij. Në një botë që përpiqet të na marrë vëmendjen, Perëndia kërkon zemrën tonë. Në një botë që komunikon me zhurmë, Perëndia flet me paqe. Në një botë që nxit vrull, Perëndia flet me butësi. Të dëgjosh Perëndin do të thotë, të lexosh Biblën me shëllim, të lutesh, të lësh paqen e tij të flasë, të rish në heshtje në mes të ditës, të mos e kërkosh zërin e tij në rrëmuj, por në prani, të lësh jashtë mendimet e botës për të dëgjuar mendimet e tij. Perëndia flet në mënyra që kërkojnë shpirt edhe zemër të hapur. Edhe nëse bëjmë pak vend për të, mes ritmit të shpejtë të jetës, zbulojmë një të vërtetë të madhe. Në një botë që kërkon të na shtyjë të nxitojmë gjithmonë, Perëndia na fton të pushojmë. Në një botë që krijon zhurmë, ai na flet me qetësi. Ata që dinë të ngadalsojnë, dinë edhe të dëgjojnë Perëndin. Ata që dinë të dëgjojnë Perëndin, dinë edhe se si të ecin drejt. Mikesha të dashura, ka ardhur koha të ndajemi edhe për sot, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, mund të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, Kutia postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.